e këngës së bukur. Aty ku flitet vërtet bukur, dëgjohen personazhet e veçanta. E kishim pritur ka herë një profesor të nderuar që në realitet është aktivist i madh tërë jetën e tij, i burgosur politik, profesor doktor, politikolog, politikan, analist. Zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Sadri Ramabaja. Hajde, profesor Serve. Profesor, mi serve. Mirë se të gjejna, më faleminderit për ftesën. Si e profesor? Mirë. Prej se të njohim, në realitet, të njohim edhe në për procese politike, përveç profesor shkence, dije këto, po nuk të kemi pa që synon karriket bukura të tilla për më ullë kështu në... Para studentëve, ligjeron ullur, a në kamp? Unë kam punuar në filet e jetës akademike me profesorin shumë të respektuar, dashur që më mungon shumë Zëqirdemin. Ka që njërë prej pedagogëve më të veçantë Romarë për te, dhe përveç tjera, thoshte që një profesor që ligjeron ullur nuk mund të jetë pedagog i mirë. Kështu që vretin e ti e kam qunë vend. E ke maj? E kam maj. Dhe më thonë, asa të sulesë? Jo. Profesor i nderuar, është nësi që të kemi musafir, e kemi diskutuar ka herë bashkë, po s'na bohe i puna dhe mirë është që na erdhe sot. Po, faleminderit. Sot me analiza nuk do të merremi shumë pak në pyetja 2, por do të merremi realitet me jetën tuaj, një personazh që një jetë të tërë e keni kaluar thjesht në shërbim të dheut, në shërbim të popullit, po kjo do të me pas një gjenez dika kjo edukim dhe kjo pregaditje jetësore me shërbya dheut duhet me nisë fort prej loze. Kështu, si kujton fëmirin tënde në magur të Dardanës? Edhe si kanë ndikuar në formimin tuaj intelektual pastaj? Të gjithë njerëzit, fëmijëria ndikon jashtëzakonisht shumë në krijimin e karakterit tyre, sidomos prej moshës 10 deri 12 vjeç. Psikologët s'paku kështu e përshkruajnë. Dhe kaq rrëfimet e të urdhëve tanë në gollakun e Kosovës, 1/10 e hapësirës Kosovës, që është e vërteta, janë shkolle veçantë. Unë gjyshin e kam pasë antar të NDSH, Partisë Nacional Demokratëve Shqiptarë. Po. Ka qenë i burgosur politik në vitin 1946 dhe në vitin 1948. Dhe si familje kemi qenë pastaj gjatë gjithë kohës, po thuaj se natyrisht në sy të pushtetit për ndjekur. Ajo kalon në vrag gjithsesi. Vije kuqe për Jugosllavinë tanë jetën më pas. Patjetër. Ndërkaq babai im ka marrë pjesë në luftën e Kikës të famshme më 26 korrekt vitit 1944. Dhe një prej betejave që shumë pak është lëruar për historianëve tanë për fat keq, ndoshta më madhja gjatë luftës dytë botërore në hapësirën e Kosovës. Deri 90-ën rregull, po mas 90-ës nuk mujna me u falë që s'janë marrë me këtë. Ka disa që të mos juhimin hakt, për shembull profesor Muhamet Piraku ka shkruar diçka. Çështja është se po t'ishte analizuar mirë edhe NDSH-ja, edhe lufta e Kikës, edhe lufta e Ushit e tjerë, ka pas mundësi që të shërbej si leksion politik, sepse rirreshtimet politike të udhëheqësve të popullit në momentet veçanta historike janë gjysma e punës. Kjo betejë që fillon korrik atje, edhe përfundon deri me 19 nëntor, që nga Kitka deri në Kaçandol. Vazhdon është betejë mos me lën Serbinë edhe të rikthimin e Serbisë. E Serbisë në Kosovë, në realitet. Dhe të gjitha forcat nacionale shqiptare luftojnë kështu në... Edhe gjyshem shumë vorë ma ka spigu sakt se si duke dhe në 90-ën të gjithë frigoshin nga pak në... Studimet pastaj i filloven në Prishtinë. Po, gjimnazin e ke mbaru në Dardan? Po, edhe filloren. Edhe filloren. Studimet në Prishtinë. Po tunelën gjyst, tunelën fët, çka ndodhi? U burgose? Po, ishte e vetë kuptueshme, sepse unë i takoj
një periudhë epokë të jashtëzakonshme kur në Kosovë shënohej formimi ideologjik politik, formimi thjesht edhe si njeri, edhe si shqiptar, periudha 100 vjetore klidhjes Prizrenit kishte bërë ndryshime të mëdha në Kosovë. Dhe atë vit që krijuan në Dardan, grupi parë, ne e qunim atëherë ilegal, gabimisht, do të duhet i qunim thjesht klandestin ose adhetar, po ka qenë ndikimi jashtëzakonisht i madh i Shqipërisë dhe prandaj cilësoheshin kështu, para agimit, cilin e kishin krijuar 3 miq të mi të rinis, Ilmi Cakolli, Sulejman Sulejmani, nipi i Syl Zarbincës të famshmit, dhe një vajzë Mihane Sadiku. Ndërkaq unë isha pjesë e këtij grupi, por disa muaj pasi që grupi ishte zbuluar dhe unë mbeta në një mënyrë ose në tjetër i pazbuluar. Pavarësisht asaj, që është arrestuar në vitin 90, vetëm 5 ditë para përfundimit të maturës dhe mu prish matura. Në vitin? Në vitin 80. 80, se patëm një lapsus lingve 90. Jo, 90. E vetë kuptueshme pra prej atij momenti jeta pastaj mori rrjedh krejt tjetër. Nuk kisha mundësi të regjistrohesh aty ku duhesh, ku dëshirosha. Fakt doja të bëhesha mjek si ti, po më penguan rrethanat. Dhe e regjistrova letërsinë, por me të kthyer nga shërbimi ushtarak, atëherë Policia politike e Kosovës, që i shërbente Serbisë me devotshmëri të jashtëzakonshme, më pat arrestuar më 4 tetor. Arsyet kishin gjetë diçka apo? Jo, absolut jo, por me këtë arrestim që është e vërteta ma kishin bërë një nder të madh, sepse më kishin bashkuar me Metush Krasniqin dhe Sabit Kastratin, duke na izoluar që të treve në burgun e Gjilanit. Dhe aty do të më mbajtën 58 ditë. Arsyeja kishte qenë se kishin pas gjysmë informacione se dikun nga mesi tetori do të mund të organizojë një demonstrat, tetorit vitit 1981, do të mund të organizojë një demonstrat në Dardan. Dhe kush do të ishin ata që do të mund të organizonin, janë këta 3 ti paraprimit të ndaj. Ti fusin brenda. Po më pas, burgosesh kështu me tamam. Pastaj unë isha, si të thushi, para përgatitur që të jem pjesë e grupeve të organizuara adhetare dhe në fillim të marsit vitit 1982 unë do të angazhohem bashkë me Nohi Berishën dhe Ahmet Isufin në formacionin e parë në Kosovë. Ndoshta kanë qenë edhe 1 ose 2 celula tjera, se kështu ishte struktura e organizimit atëherë, por celula jo nga qenë e para e lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës, që ishte themeluar më 17 janar në Untergruppenbach të afër Stuttgartit në Gjermani, dhe po barte i struktura brenda, pastaj me shtrirjen e saj. Ndërkaq më 4 prill 83-ën do të më arrestonin. Si celulë, do më thonë ishi 3 veta, 3 Po, nga 3 ishim kryesisht. Do të të Nohiu, Ahmeti dhe unë ishim një, pastaj se cili prej nesh kishte celulat e veta tjera dhe kështu me radhë. Progresioni geometrik pastaj. Pas burgut, ike në Zvicër. Dhe min njëherë u ingranove në LPK. Por ike sepse, edhe pse dole, presioni vazhdoj, apo... Po, derisa isha në burg, që është e vërteta, gjykata supreme ma kishte, sepse unë kam qeni dënuar për propagandë, për në dënimin maksimal prej 5 vjetëve. Vetëm edhe profesor Zenon Gjoçaj në ish Jugosllavi, edhe unë kemi qenë kështu me dënime maksimale për propagandë. Sepse në realitet për propagandë do konë 6 muaj dikun. Ashtu, nuk e di sakt, po ka qenë dënimi vogël, do të thëtë. Përkundrazi, ne na kishin dënuar maksimalisht dhe gjykata supreme kishte pat arsyeshme jo për çështjet intime, po për çështje edhe pak profesionale, sepse kishte një farë kodi profesionale edhe në ato gjykata, sado që ishin të komanduar nga kishte edhe një presion publik ndërkombëtar. Presion publik të jashtëm etj. Dhe unë isha paralajmëruar nga Metush Krasniqi se do të më lironin gjatë marsit,
por pa mbush një vit mund të riarrestojnë. Pa ki kujdes. Po, kështu që kujdes. E për me pas kujdes? Natyrisht kujdesi ishte maksimal. Jo që është e vërteta, unë do të qysh në maj, me njëherë kam ranë kontakt me strukturat e organizuar të LPK-s dhe në një mënyrë ose në tjetër kam qenë koordinatori i parë i paemëruar zyrtarisht i LPK-s në Kosovë pas arrestimeve masive që patë ndodhur në dhjetor në 1984 dhe janar 85, ku qenë arrestuar mbi 400 veta brenda pak ditësh. Dhe natyrisht ishte dëmtuar organizatat e IMAS-e, ndërkaq kur dola ne filluam strukturat që ishin për shembull në Prishtinë, në Anamorav, në Besian, po do në Lap e tjerë, po edhe në Suarek i ristrukturuam dhe po fillonim të mbashtronim strukturat e organizimit. Do me thonë, unë nuk u socializove, heq kur qysh dole për i burgë, vazhdojët një në tjajtë në rruga. Jo, ishte betimi që e bënte. Në tjetër bënte. Në 1980 në Burgosësh. Knejti ta vdes, njerëzit të kajt me lëtë, ti kundër titës, që është kjo punë kështu në... Që ishim prish me kohë me titër. A ishim prish ma herë? Ma dje nuk jalini mas fotografi në kodrat e Kamenisës rahat, atë emri nëse të kujtohet që në kodrat. Po të lutën prishe. Ja prishnim her pas her. Po shkurja në Zvicër, normalisht shkove tek organizata jote, LPK-ja veçishte atje. Po unë dikun rreth 2 muesh isha ilegal në Kosovë, prej janarit dhe me 18, fundit janarit dhe me 18 mars të 16, kryesisht në Lap. Dhe kjo është edhe njëra prej arsye pse struktura jonë ka qenë atje shumë e ristrukturuar edhe në Anamorav. Dhe gjykimi i organizatës ishte që mbetja në ilegalitet për kohë gjatë mund ta dëmtoj organizatën, edhe unë mendoja që isha i pajtimit me këtë, dhe ata më dërguan pasaporta prej atje. U gjetën? Natyrisht format e organizimit, më patë shoqëruar një mik i yni përbashkët, Shaban Muja. Shabani që e përshëndetit. Cilën e përshëndetit. Njërën nga të pare të UQK. Një prej kontribuzëve të jashtëzakonshëm. Dhe kemi udhëtuar bashk prej Prishtinës për Mitrovic. Më patën mbledh një kostum të jashtëzakonshëm të mirë. Djali i ri, u bëra djali i mirë, po. Sepse gjithë ilegaliteti kërkonte këtë forma tjera të gjendshmërisë e tjerë. Dhe kemi udhëtuar prej Mitrovicës deri në Beograd me autobus, pastaj me tren deri në Lozan. Kafën e parë në Zvicër kam pi me krip. Me krip? Jo, me sheqer. Se që ka ndodhi kjo gabim? Nga gëzimi një shoku tim që na pritin banesë atje, e ka ngatërruar. U ingranove në LPK në të gjitha aktivitetet, më pas, se kemi shumë, me folë për juve dhe jetën tuaj do të me folë nga 2 vetë. Po, unë shumë shpejt, sepse isha pjesë, dhe mirë po, ideja ime ishte që të kontribuaj aty ku mund të ipsha kontribut më shumë. Dhe e vura re se ka nevoj në fushën e propagandës dhe bashkëpunimit me të huaj. Kisha filluar të mësoj gjermanisht në qysh në burgun e Vrajës. Sa isha me shok të mi... Është interesant se ju të burgosurit politik plot keni mësu me folë gjuhë të huja, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, po. Unë kisha filluar dhe pata ecë relativisht mirë, që s'kisha nevoj për përkthyes në fillim atje, dhe eca relativisht shpejt, prandaj u përcaktova që t'jem pjesë e ekipit që nxirrte zërin e Kosovës, atëherë vetëmja revist që i shërbente kauzës për Republikën e Kosovës. E që na e marrë shumë ilegalisht. Po, shumë herë. Natyrisht me shkruanin pa emra aty. Edhe pa emra. Dhe i di shpesh herë që në ndonjë prej shkrimeve të mia kur shkoja në mes punëtorëve ose studentëve që sapo të filluar atje të regjistroheshin, gjeja shkrimet mia të nënvizuara, po natyrisht pa emër dhe nuk e theksoja këtë. Po në zërin e Kosovës kam qenë deri në vitin 91. Një jetë përkushtimi për atë dheun, dhe ky atë dhe i kishte kërkesat e veta, që mira vjeqare, njëra ndërto ishte edhe vazhdon të jetë absolutisht shqiptarët bashkimi me nënën Shqipni, që se kishim prek. Kur e prek e Shqiprin për herë të parë tash?
Ka qenë 18 janari, nëse se kam harruar sakt, sepse kam qenë shumë i thyër shpirtërisht ku kam shkuar, prandaj mund ta kem harruar. Arsyet mund t'i marrësh me mend. Megjithëse unë kisha shumë i përgatitur, sepse kisha kontakte me ambasadat shqiptare, me atë në Bonn parazgjitash, me sekretarët e ambasadave tjerë, dhe kisha informacione detajuar prej 89-s se çfarë po ndodhte përgjithsisht edhe në Shqipëri. Po, në vitin 91, shkova i ftuar me një ftesë më të veçantë prej një miku tim, Sokol Angeli, tash pedagog në Akademinë e Arteve, atje, me cilin ruajmë, përshëndet me Duart Trokitje, me që e kemi nga skena Duart Trokitje. Por, unë isha në kontakt vazhdimisht me pjesën qoftë diplomat politike të Shqipërisë, qoftë me gazetarë, sepse me dalë në Zvicër, unë kam qenë abonuesi shumicës e gazetave që dilnin në Tiranë atëherë. Edhe më vinin me post, pas 2-3 ditëve, 3-4 ditëve, po më vinin me shumicë. Gjitha gati, thujse. Kështu që e njihja situatën, natyrisht edhe forma tjera. Studimet kur i vazhdojnë pastaj, nëse të kishin mjetë përgjys? Po, këtu që është e vërteta më ndërprejnë 3 herë studimet, sepse fillimisht më ndërprejnë ditën e 4 ligjeratave, në vitin 81, pastaj në 83-ën, pas i dola brenda 6 muajve i kryta provimet e vitit 2 dhe duhet pritej vitin 91 që t'i vazhdojnë Tiranë. 91. Atje i kam përfunduar, atëherë quhej Fakulteti Histori Filologji, atje gjuhë dhe letërsi, dhe kam pas bën një specializim gazetari te profesor Hamid Boriçi, një prej doajenëve të gazetarisë shqiptare. Veç mrekullia, megjithatë se dikur e kishe pa ëndër, veç me prek Shqipërinë, se sa me studiu. E vërtetë, unë kam pasur fatin që të kem profesor eminent në atë katedër prej të cilëve kemi mësuar shumë. Përveç tjerash, edhe se si duhet profesioni. Fusha juaj studimit u zgjerua, shkoj deri në doktorat. Tashi fakultetin e kreve në Tiranë, po magistraturën? Kam ndje kurset masterit në Institutin për Studime Evropiane në Basel të Zvicrës, dhe 6 kurse speciale, cilat i parapëlqeja, sepse kishte mundësi të përzgjidheshin aty, ndërkaq pastaj pas luftës kam kryer shkollën e grupi i fundit kemi qenë e shkollës magjistraturës në Fakultetin Juridik, marrëdhënie ndërkombëtare. Unë kam qenë përveç student, po këtu te ne në Prishtinë, përveç student i letërsisë dhe gjuhës, ndiqja rregullisht edhe ligjëratën në Fakultetin Juridik atëherë, sidomos te profesor Bardhyl Çaushi, që ka qenë njëri prej profesorëve më të mirë të universitetit tonë. Dhe isha i familiarizuar, sidomos me filozofinë e së drejtës, dhe kisha dëshirë që të vazhdoja tutje. Ndërkaq studimet e marrëdhënieve ndërkombëtare ishin proces që më kishte udhëzuar profesori Ukshin Hoti, me në kuadër të Unikombit që pata vepruar një periudhë. Një periudhë dhe kryetari Unikombit në Zvicër, a? Po, kam qenë kryetari i qendrës Unikombit për Zvicër dhe Evropë. Për Zvicër dhe Evropë. Na i ke përmend dy emra shumë të mëdhaj, profesor Ukshin Hotin dhe Bardhyl Çaushin, dhe ata nuk jetojnë më prej skenave të këtilla të bukura, ju bëjmë homazh me duat. Me propozimin e profesor Ukshin Hotit kam filluar studimet në Universitetin e Bazelit, pikërisht në atë katedër, dhe e kam pas zhvilluar me porosinë e tij një intervistë jashtëzakonshme me profesor Sofokli Lazrin, ish drejtori i Institutit për Studime Evropiane në Tiranë, një mendje jashtëzakonshme për dije. Por për fat keq numri i fundit i demokracisë autentike të cilën e drejtonte profesor Ukshin Hoti, që ndalur këtu nga elementet jo shumë të pëlqyeshëm të krerëve të LDK-s. Dashamirës. Cilët de facto, siç thot Ukshini, edhe kishin ndikuar të Burgosi. Cila ke tema doktoraturës? Pastaj kam regjistruar në Universitetin e Paqes, ai kishte degën e vet në Gjenevë, dhe një degë ka pasur edhe në Beograd, por natyrisht unë u orientova në Gjenevë. Kam pas tezën e doktoraturës
Federata Shqiptare, Kohezioni Shtetit Komb në Unionin Evropian. Mentor ish ministri i jashtëm të Slovenisë, profesor Boris Cizel, një profesor gjithashtu eminent, që një mik i yni përbashkët e ka shfrytzuar si këshilltar edhe në qeverinë e Kosovës këtu dhe ka bë mirë, mendoj. Kush e ka shfrytzuar? Hayreddin Kuçi. Hayreddin Kuçi. Lidhje intelektuale. Po, sakt. Teri këtu, kushtimisht folëm për këtë pjesën shkurt kemi folë, po na ke dhënë plot në për libra dhe në për sepse jeta e të burgosur politik është një lloj me quajt lëvizje biblike ku njerëzit tanë kanë çfarë për të thënë dhe një tregim i jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit, jo vetëm shqiptarëve, se sa mund të vuajnë një komb për lirinë e vet, por nuk heq dorë. Dhe kjo ka qenë bukur. Tash sfundmi derisa isha peng në Republikë, për të cilën kisha dhënë çdo gjë dhe isha i gatshëm edhe jetën. Pata rastin ta lexoj me vëmendje nga dalë të lexoj kujtimet e Mandelës. Merreni me mend, në Afrikën e Jugut, Mandela ka bë master, por edhe ka bë doktoratur duke qenë në burg. Në burg. Ja kanë krijuar mundësinë burgjet e Afrikës. Ndërkaq ne në burgun e Vranjes, për shembull, kur kam qenë unë në vitin 84, 6 muaj asnjë libër shqip s'na kanë lënë. Edhe që ti nxjerr librat shqip kam përdorur një teknikë diplomatike të veçantë, kam kërkuar libra të autorëve rus. Për shembull, Donin e Qetë, Sholohovit, Dostojevskij, e gjithë, edhe drejtori i burgut s'kishte se si arsyetohej mos t'i lëshonte këto e tjerë. Dhe po, e vërtet, ne patëm shndërruar burgjet, sidomos burgosurit politik, në universitetet llojit vet. Ma ka thënë zotëri Gjakli që ai u shkollu në realitet në burg edhe sidomos për juve kështu. Filloi madje edhe që më shndrua në mësues, unë ja kam mësuar shkronjat një të burgosur ordiner që denuar 20 vjet dhe brenda vitit merrem me men kanë lexuar 20 libra. Për fat keq studentë mi sot s'lexojnë as. Kur u ktheve në Kosovë, se ishe pjesë e UÇK-s, tash LPK-ja të gjitha këto, ke punu edhe në institucione një periudhë, po ke punu edhe në disa universitete, keni dhënë mësim. Deri më sot vazhdon kjo. Në fakt në Zvicër kam qenë pjesë e shtabit mobilizues së UÇK-s për Zvicër. Një formacion ku pretendonim të mblidhnim që të gjitha formacionet politike, jo thjesht vetëm LPK-n, ishte edhe brenda edhe LPK-ja, natyrisht ajo kishte fuqinë më të madhe, por edhe forca tjera, Partinë Demokristjane për shembull, Unikombi e tjerë e tjerë. Dhe ajo trup ka dhënë jashtëzakonisht shumë për UÇK-n. Po pjesë organike, unë i kisha hartuar dokumentet e atij formacioni, kryesisht prememorjet e dokumente tjera. Ishte krejtësisht i natyrshëm kthimi në Kosovë dhe fillimi i punës pothuajse nga nishi pastaj. Nga nishi. Sepse me t'i mbaruar studimet e magjistraturës, ajo më interesonte mua më shpejt dhe gjatë periudhës sa isha në shkallën e doktoraturës, kisha idenë thjesht kalimin në botën akademike, fillova në këto kolegjet private. Në dashuria vjetër. Që ta kishin ndërprej, dhonshëm. Fakt. Dhe megjithatë, gjithë këto vujtje, gjithë këto kiamete, gjithë këta stupca me quajtë realitet gjatë jetës, kështu goxha mirë, pastaj e kesh ju me qenë student Tirane, që kishim ndërru bashkë të gjithë, pastaj edhe student Prishtinë, edhe student Lozane, edhe doktorant në profesor në Republikën, për të cilin ishit përcaktu edhe, nuk je keq. Por nga burgosurit politik, jenë nga më të zëshmit në zhvillimin e proceseve politike, apo duket kështu shkaku që del në televizor ma shpesh. Duket sepse jemi një grup i vogël i ish burgosur politik që kemi pas fach studimeve shkencat politike.
Me sa di unë, përveç Bardhyl Mahmutit dhe Ramadan Avdiut e Sabri Kiçmarit, Sabriu s'ka qenë i burgosur, po ka qenë pjesë e jona, e grupit Llapit. Kam rinë pështu Sabriu. Për fat, e kemi shpëtuar. Legalitet ka rënë bollë në përbore në përkiamet. Eksakt. Po çfarë ju shtyu ti zgjidhni shkencat politike? Ju më thatë se në fillim e keni dashur mjekësinë. Po e vërtet, madje kam pas regjistruar në Universitetin e Bazelit psikologjinë klinike, te unë ka qenë ndikimi i Ukshinit. Po. Dhe udhëzimet e tij, se pa ta botuar një analizë të revista e tij, Demokracia Autentike, dhe më tha që jashtëzakonisht pak kemi studiuar studimeve europiane si fushë veçantë në lëmin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe ky ka qenë orientimi më i mirë i jetës, për çka unë natyrisht jam përjetësisht mirënjohës. Cila është ideja juaj kryesore që mbron doktorata juaj fix mbi kombin shqiptar edhe integrimet evropiane? Teza ka qenë e përgatitur për opinionin e jashtëm më shumë. Ma thani gjatë bukur, Federatën Shqiptare, që unë mendoja që veç unë e thamë. Ka qenë e përfunduar në vitin 2012. Ideja ime ishte që ta mbroja para 28 nëntorit. Për fat keq, ish rektori dhe udhëheqja e Universitetit Prishtinës nuk ma mundsoi këtë kënaqësi, sepse kërkonin që ta leja lëvizjen vetëvendosje. Ky ishte kushti, merre me mend. A veç ishe nga Po, isha prej vitit 2010 pjesë e vetëvendosjes, dhe kushti që ta mbroja në Universitetin e Prishtinës, siç kishte bërë Edin Kuçi, siç kishte bërë Edita Tahiri e tjerë, natyrisht duke ardhur profesori prej Slovenisë këtu si komentor, ishte që ta lëshoja lëvizjen vetëvendosjes. Kjo më kushtoi shumë, natyrisht unë spranova. Siç kishin parashtruar kushte dhe një komision pjesë përbërje të cilit ishin 2 italian, që ta hiqja Federatën Shqiptare dhe ta mbroja vetëm pjesën që kishte të bënte me shtetin modern. Po para kushti imi ishte që jo, Federata Shqiptare do të jetë pjesë bashkë i saj. Po është studiuar me vëmendje të veçantë për një periudhë bukur gjatë, 5 vjet kam hulumtuar për këtë, dhe ideja ishte që të sjell argumente se si ka mundësi që Republika e Kosovës të jetë pjesë e trungut të kombit shqiptar dhe të shkohet drejt krijimit, finalizimit të idesë së shtetit komb, sepse që është e vërteta në Evropë që të gjitha janë pothuajse shtete kombe, dhe në Bashkimin Evropian shkojnë shtetet kombe, nuk shkojnë shtetet tjera. Jo ndedh Lumej Gjaku. Praktikisht po. Po ne siç ishim vonuar në procesin e shtet krijimit, jemi vonuar edhe në procesin e shtet kombit. Dhe unë kam hulumtuar raste, kam pasqyruar në librin Federata Shqiptare, jo vetëm Federatën, boshtë është Federata Gjermane. Po, model i veçantë. U eksperimentalizuar së dush, 50 vjetë. Po, ne kemi pas edhe rastin e Vietnamit, kemi pas rastet tjera në botë, cilat kanë qenë ndarë dhe janë bashkuar dhe kanë ecur bashkë. Procesi i Federatës Shqiptare tashmë është krejtësisht i pashmangshëm dhe i pandalshëm, është i natyrshëm. Një kombë nuk ka ndonjë arsye reale, motiv pse të rrijë i ndarë. Madje në një të ardhme unë mendoj që edhe vetë Bashkimi Evropian do të jetë pro kësaj forme të organizimit, sepse aktualisht për shembull çdo shtet dërgon nga 1 apo 2 komisioner në Komisionin Evropian. Ne lehtësisht është e mundur që të dërgonim 6 komisioner prej Evropës juglindore atje, duke pas parasysh Shqipërinë, Maqedoninë edhe Kosovën. Edhe Kosovën. Nuk na nja 4 sigurt, në një edhe për Maqedoninë. Kështu që edhe palës kundërshtare në këtë drejtim i bie më mirë që të na lënë rahat edhe të shkojmë të ecim. Profesor, kemi plot gjëra me bisedu bashkë vërtet për jetën tuaj, po ju nuk mund të them së fundi, po vitet e fundit keni krijuar bashkë me dishepuj tuaj të thëmë, në këtë drejtim një institut gjeopolitik shqiptar, a quhet kështu? Po, Instituti Shqiptar për Gjeopolitik. Për Gjeopolitik. Është krijuar më 10 qershor të vitit 2020. 2020. Po,
është zgjedh data e veçantë e lidhjes Prizrenit për të vazhduar projektin e lidhjes Prizrenit. Cila është struktura edhe veprimtaria e tij shkencore e këtij dhe hulumtuese, më pëlqen të them më përpara shkencore, pastaj hulumtuese. Në realitet hulumtimet e bëjnë shkencën. Po, sakt. Një grup miq, kolegë, studiues shkencave politike të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të historisë diplomatike, politike, jemi mbledhur këtu në Tiranë, në shkupet e toll, madje edhe prej New Yorkut, dhe kemi krijuar këtë institut, i cili ka faqen e vet në internet, lehtësisht mund gjendet sepse tashmë shërbimi i Google-it na ka mundësuar këtë, me një të shtypër emrin e Institutit Shqiptar për Gjeopolitik del me njëherë. Çdo javë ne publikojmë analiza, opinione, komente, intervista të fushës dhe raporte. Ndërkaq një herë në vit nxjerrim një numër të revistës emblematike Gjeopolitika, numrin e 3, cilin e solla me vete për ju. Ky tashmë është ka edhe ka fituar numrin ISN në qendër në Paris dhe ka ardhur duke u maturuar, duke u pjekur si revistë pas zëvendësueshme në hapësirën shqiptare. Numrin 4 sot mora informacionin se ka përfunduar redaktura gjusore dhe besoj që brenda qershorit mund dalin prej shtypit. Po e bukur është ka dorë të pasim të gjëse. Po e bukur është se shumë i madhë është revistë shkencore. Krejt në baza vullnetare? Krejt këta profesore, doktore, shkencëtare? Komplet bëhet në baza vullnetare. Është pas bë zhurmë për një projekt që ka pas sekretari me një ekip të rinjve rreth studimit të përdorimit të gjuhëve në hapësirën e Kosovës, por ai çështje tjetër komplet nxirret në baza vullnetare, kryesisht mbështetur prej antarëve. Ndërkaq profesorët gjithë mbi baza vullnetare i dërgojnë punimet e tyre. Qoftë prej New Yorkut, qoftë prej Tiranës, qoftë këtu ne që jemi disa prej Prishtinës, dhe revista është tashmë jashtëzakonisht e pranishme në duart e studiuesve të fushës. Do më thonë akademike, profesorët, dia, shkenca... Natyrisht ne kemi organizuar edhe tryeza shkencore, edhe këtu, edhe në bashkëpunim me Akademinë e Shqipërisë, edhe në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës. Do të thotë, janë 3 vite, tashmë 4 gati thujse intenzive, dhe kjo që është e vërteta është puna ime kryesore që e bëj. Edhe me pasion madje. Profesor, me këtë duar të kikje po shkërimit në marketingu dhe po rikthehemi. Marketing.